Të parët me topin janë lojtarët e Ballkanit. Ka dërguar topin përpara Jashanica. Shohim këtë top të hedhur në drejtim të Mërlakut. Në qendër kërkohet një prekje me dorë nga vendasit, por Çaka nuk e ka parë ashtu atë situatë. Topi që kontrollohet nga Iliazi. Topi mbajtur në zonë, Halili për të Jashanica. Arber Potoku. Nuk ka asgjë në këtë duel. Loja vazhdon. Do të jetë një ndeshje mjaft e rëndësishme për objektivat e Dugaxhinit për të mbetur në vendin e 7 dhe për t'u distancuar nga Suareka Llapi. Aktualisht ka 3 pikë më shumë se sa Suareka Dugaxhini dhe 5 më shumë se sa Llapi i vendit të 9. Në plan të parë Ismet Munishi, trajneri i Dugaxhinit, ka pikë të barabarta me Prishtinën dhe Ferizajn. Dugaxhini një garë mjaft e fortë. Ka një shtyrje, por nuk ka faul. Loja vazhdoi, pasimi i dhënë gabim, mundësia tani Morina. Lëvizje mashtruese nga Dardan Morina, luhet në krahun e majt. Një pasim shumë i mirë ishte ky. Neziri. Tani Pëvçeli. Basri. Mërlaku drejt zonës ky top. Kontrollohet nga portieri Iliazi. Ka nisur me shpejtësi lojën ai. Kalimi mjaft i bukur tani nga krahu i majt është sulmi i Ballkanit. Sërish krijohet hapësira, topi dhënë në qendër, do të jetë këndore. Minuta 3, korneri parë për skuadrën e Ballkanit. Afrohet tani Geralb Smajli për ta ekzekutuar këtë goditje këndi. Plan të parë dhe Sunday Adetunji. Rreziku kryesor për portën e Cyrus Margonos. Vendos të pasoj Smajli. Lëvizje mirë kjo, topi dhe në qendër, goditja, devijohet, Adetunji 1-0. Realizon Ballkani, minuta 4, Sunday Adetunji. Arrin të gjej topin për para në atë rëmuj në zonën e Dugaxhinit dhe mysafirët me një epërsi të hershme. E nisi shpejt lojën në atë këndore Ballkani me pasimin e Smajlit e Almir Kryeziu. Një rrotullim i tij brenda zonës për të krijuar hapësirën, pasimi dhënë në qendër, goditja që u devijua dhe në fund nga afërsia arriti të shënonte Sunday Adetunji. Minuta e 4. Zhbllokohet sfida. E rishojmë edhe njerë. Kjo është goditja që u devijua, nuk arriti Tolaj dhe më pasaj Sunday Adetunji ja doli të shënonte. Nuk mund të gabonte nga afërsia Sunday Adetunji. Ja dhe fesa e tij, teksa tjetër top i fituar nga skuadra e Ballkanit. Në fund nuk arriti të pasonte mirë Sunday. Giovanni me topin e humbur, po rikuperon shpejt skuadra e Ballkanit për ta dorëzuar edhe një herë tjetër topin. Pëvçeli. Shohim tani reagimin e skuadrës së Dugaxhinit pas këtij golit të pësuar. Krahun e djathtë mjaft mirë ky pasim nga Mërgim Pëvçeli.
Kërko tani në zonë ky top, largon nga Iljazi, nuk ka reaguar edhe aq mirë në atë grushtim të topit. Ishte goditja e Mërlakut që shkoi jashtë në plan të parë Orges Shehi. Nuk mund të imagjinonte një start më të mirë të ndeshjes për skuadrën e tij. Dëmdhjetë gola në këtë sezon për Sunday Adetunxhin. Neziri. Rivanje me duar e fituar nga Faton Neziri. Hekuran Berisha. Tjetër rivanje ansore për skuadrën e Dugaxhinit. Pasimi i Morinës ishte i pasakt. Pevçeli nuk arriti të kombinonte. Topi humbur nga skuadra Ballkanit në dalje, por ja doli rikuperonte Ismail Geci. Hapësira në krahun e majt. Sunday Adetunxhi kërkon të shërbet. Almir Kryeziu. Pasimi dhënë në qendër ka larguar Neziri. Provon tani Hekuran Berisha. Ka nevojë për mbështetje, pasimi nuk ishte i mirë, por ja doli ta kontrollonte Pevçeli. Mërlaku prapa. Mërlaku. Neziri nuk arritën të kuptoheshin. Neziri dhe Mërlaku. Megjithatë rivanja anësore i takon Dugaxhinit. Topi dhënë në qendër nga Neziri. Pevçeli. Është i lirë Neziri, por nuk u shërbye në krahun e majt. Topi i dhënë prapa në mbrojtje Elton Basri. Egzon Sinani. Vitor Hugo. Aplojnë mjaft mirë në krahun e majt. Neziri. Mërlaku. Provon të shmanget një për një ky duel. Altin Mërlaku. Tani Neziri. Insistim i vendasve. Basri e ka dërguar topin në zonë. I kthyer në qendër, mundësia Morina. Pevçeli nuk mbriti. Topi mbetet sërish përpara atij, e ka kthyer në zonë. Nuk ka offside për Berishën, mundësia tani. Është larguar rreziku nga Jashanica. Rivënie do tjetë për portierin Artan Iljazi. Një këmbgulje gjatë e skuadrës së Dugaxhinit. Ka një dëmtim për Almir Kryeziun të skuadra e Ballkanit. Shohim nëse është një lëndim serioz që mund t'i pamundsoj vazhdimsinë e kësaj sfide. Ishte i përfshirë edhe ai te goli në momentin e këndorës që u luajt shkurt nga Smajli, pikërisht e Kryeziu. Jashanica. Është nisur ky top drejt Sunday Adetunxhit, nuk e ka kontrollin e mirë të topit. Neziri. Morina. Pevçeli. Ilir Syla për të Egzon Sinani. Basri. Neziri. Shmanget mirë
nga 2 kundërshtar. Vazhdon me topin Faton Neziri. Nga qendra tani nuk shkoi ai pasim për Morinë. Në fund ndërhyrja ishte shpëtimtare e Jashanicës. Rikuperon me shpejtësi topin skuadra e Dugaxhinit. Morina, lëvizje mirë e tij. Pasimi është për Mërlaku, në hapësirën e Harkimit e ka, nuk provon atë. Mërlaku e ka prekur i fundit topin. Zgjodhi opsionin e gabuar. Numri 10 i Dugaxhinit. Nuk u nis loja mirë këtu, kjo ndërhyrje pasaj në vones, por gjyqtari ka dhënë faul për skuadrën e Ballkanit. Ismail Geci ishte me atë ndërhyrje, shohim, ndaj Pevçelit, por Dardan Çaka e ka vlerësuar që faulin e ka shkaktuar në sushori Dugaxhinit, paktën këtë përshtypje krijoa nga reagimi i kryesorit. Merë mjekimin Pevçeli. Për Ismail Geci nuk pati asnjë problem. Ja ku është edhe Franco Foda, përgjithësi i Kosovës, pranë tij edhe presidenti i federatës Agim Ademi. Muajin e kaluar arritëm atë sukses të madh për t'u promovuar në Ligën B të kombeve pas 2 fitoreve kundër Islandës. Pevçeli kërkon shpjegimet e gjyqtari i kadërt. Nuk e ka kuptuar këtë vendim. Margono ka shtetësimin e Sunday Adetungjit, por është i qetë portieri i Dugaxhinit. Pasimi i Gentrit Halilit te Iliazi. Kueven. Neziri ishte afër për të rrëmbyer topin, pastaj luftohet fort. E ka topin Tolaj. I kthehet sërish Blear Tolajt. Kueven. Humbi topin braziliani. Pevçeli. Pasimi sakt te Mërlaku. 2 kundërshtar pranë tij. Është rivani ansore për Dugaxhinin. Pas asaj ndërhyrje të Bleart Tolajt. Neziri. Osa bukur ky pasim për Pevçelin. Në 2 kundërshtarëve arriti të pasonte Neziri. Pevçeli vazhdon me topin. Tani në vështirësi ishte Isufi, topi humbur. Mundësi për Ballkanin. Topi luajtur në krahun e majt. Kryeziu. Lëvizje mire Almir Kryeziut, pastaj e dorëzoi topin. Shansi për Dugaxhinin të del përpara. Ka lënë shumë hapësira në mbrojtje Ballkanit. Shohim nëse do t'i shfrytëzojnë vendasit. 4-3 kjo situatë. Pevçeli është i lirë në zonë. Nuk është dalluar për topin Brintaj. Pevçeli! Çfarë shansi ka lëshuar minuta e 14. Afër golit të barazimit Dugaxhini. Meri shohim edhe njerë kjo gjuajtje që u devijua dhe mbriti në vonesë të ai top. Pevçeli. Sidoqoftë do t'jetë korner. I pari për skuadrën e Dugaxhinit. Minuta 15. Arkimi i lartë nga Pevçeli në shtyllën e dytë. Ka pasur një tjetër devijim, tjetër këndore. Ilir Syla provoi. Do t'jetë Dardan Morina i cili do të harkoj kësaj radhe të skuadra e Dugaxhinit.
ende nuk janë krijuar kushtet, tani po për ekzekutimin e kësaj këndore. Arkimi nga Morina në shtyllën e dytë, goditja me kokë ka përfunduar jashtë e kapitenit Elton Basri. Tjetër goditje këndi e ekzekutuar rrezikshëm nga skuadra e trajnerit Ismet Munishi. Ismail Geci, Jashanica. Vazhdo me topin Ismail Geci. Vetëm Mevlan Zeka ka shënuar më shumë gola se sa Sandej Aditunxhi i Ballkanit. Zeka i Suaregës me 15 gola kryeson. Kueven. Topi luajtur mirë te Ismail Geci. Ka hapësirë para tij, vendos luaj te Kryeziu. E kanë lejuar hapësirën Almir Kryeziu brenda zonës. Harkimi tani për Sandej Aditunxhin, ndërhyn Basri. Pevçeli për te Neziri. Nuk ka faul, rivënia anësore do t'i takoj Ballkanit. Tani ka një problem të skuadra Dugaxhinit, më herët ishte Kryeziu te Ballkani me një lëndim. Është Syla që ka një problem. Bilanci 3 ndeshjeve të para është dominuar nga Ballkani, që i ka fituar 2 ndeshjet në shtëpi, 2-0 respektivisht 1-0, teksa në këtë stadium sfida ishte mbyllur 0-0. Shumë se si do t'jetë sot, nëse Dugaxhini do arrit fitoj ndeshjen e parë sezonale kundër Ballkanit. Rinis loja tani me këtë rivënie anësore të Geralb Smailit. Tolaj e ka prekur i fundit topin ai. Pevçeli, topi humbur, Sandej Aditunxhi, provon pasaj Tolaj, ka humbur edhe ai. Ngatrohet Dardan Morina, Sandej. 3 kundërshtarësh, arriti të fitonte këtë rivënie me duar, autori golit. Kueven. Ka qenë Tolaj në fakt, teksa rrëzimi i Smailit nuk ka faul në të. Neziri, shumë i përfshirë në lojën e Dugaxhinit. Deri më tani mbrojtësi i majt Faton Neziri. Mërlaku kërkohet sërish ai, më i favorizuar në këtë duel. Jashanica ka kthyer topin prapa te portieri Iliazi, që mendon vetëm për të larguar përpara. Victor Hugo me kokë. Ishte aktivizuar nga pozita e parregullt Hekuran Berisha. Do e rikthej topin në loj Gentrit Halili. Ka rëshqitur, por për fatin e mirë të tij nuk kishte lojtar të Dugaxhinit afër. Kueven. Pasimi i menduar në drejtim të Tolajt është interceptuar nga Neziri. Dardan Morina. Reziston ndërhyrjes së Kueven, humbi ekuilibrin, por topin arriti ta çonte te Neziri. Neziri lëvizje mirë e tij, vazhdon ta ketë topin. Neziri në kufit e zonës, pasimi nuk u arrit nga Berisha.
Iniciativën e ka skuadra Dugagjinit në kërkim të golit të barazimit. Patja të shans mjaft mirë në minutën e 14. Pefçelin që brenda zonës nuk arriti ta mbrinte topin që u devijua. Smajli. Shëngës e pozita ka qenë e rregullt për Sunday Adetungjin për momentin po. Sunday tenton të krijojë hapësirë në duel me Basri. Nuk arrin të shmanget, për më tepër shkakton edhe faull pastaj. Pefçeli. Margono. Topi mbajtur në mbrojtje nga skuadra e Dugagjinit. Pefçeli. Sinani e ka kthyer sërish topin te Mërgim Pefçeli. Topi mirë ishte për Berishën që nuk e mori përpara. Nga krahu i djathtë Victor Hugo. Arkimi tani, mundësia për Morinën. Nuk ja doli të koordinoj mirë këtu Dardan Morina. Me të majtën tentoj. Nuk arriti ta kapte topin si duhet. Jashanica. Potoku. Rivan jansore për Ballkanin. Ismail Geci. Kryeziu. I largohet topi ati. Hugo. Mërlaku. Pasimi dhënë mirë. Në qendër është Hekuran Berisha. Një alternativ ishte edhe Morina. Nuk pasoi me kohë. Dienit Isufi. Topi dërguar drejt zonës. Do të përfundoj jashtë. Do t'jetë rivënje për portierin Artan Iliazi. Nis lojën nga prapa skuadra Ballkanit. Jashanica. Ndërhyra ka qenë në top, s'ka faul. Ka rreziqet e veta. Kjo metodë e lojës të ndërtosh lojën nga prapa dhe mundësia tani me Arkimin që u bllokua në fund nga Arber Potoku. Kishte pritshmëri për një faul nga skuadra e Ballkanit. Ende nuk ka arritur të ngrihet Giovanni Ribeiro. Nga një ndërhyrje që pësoj. Është goditja e tretë nga këndi për Dugagjinin. Arkimi tani i rrezikshëm, ka larguar Jashanica. Jo dhe aq mirë Kueven në vijim. Mbetet përpara Dugagjini, Isufi. Pasimi për Mërlakun. Lirohet edhe njerë Isufi. Topi i dhënë për të, Sinani. Victor Hugo. Hapësirën e ka, provon goditjen me djathën. E rrezikshme ishte. Për fare pak mbi port. Përfundoi gjuajtja e Victor Hugos. Halili. Ishte afër të rikuperonte edhe njerë tjetër topin skuadra Dugagjinit, mjaft agresive. Mërlaku, i doli topi përpara. Mërlaku, pasimi tani. Morina, ka dërguar në zonë. Potoku ftoi Iliazin të dilte, por ka rrezikuar shumë. Shohim tani këtë pretendim të Isufit në duel me Potokun. Çaka e ka ndalur lojën për momentin.
Shëmë se ka pasur ndonjë goditje ndaj Dienit Isufit. Ky është momenti. Potoku nuk pati komunikimin e dur me portierin Iliazi dhe më pastaj me insistim provoi ta ruante topin në fundore të dilte jashtë. Në varë Vigan i Bërdemaj me Meriton Berishën. Shëmë nëse do të kenë ndonjë komunikim me kryesorin Çaka. Orges Shej ka përfituar nga kjo ndalesë e lojës për të ftuar afër vetes Bleart Tolajn. Mërlago e ka marrë topit, madje aq i bindur është se do të ketë një rishikim të situatës. Ende vion pritja. Ndoshta do të mund të shinim edhe ne derisa presim në përsëritje, por edhe shikuesit ta kenë një opinion më të qartë. Nëse mund të ndihmohemi nga regjia. E rishojmë. Ky ka qenë momenti kur Isufi është rrëzuar brenda zonës. Tani loja e ndalur prej më shumë se 2 minutash. Është ftuar në ekran Dardan Çaka. Potencialisht do të ketë penalti për Dugaxhinin. Do të vlerësoj vetë tani situatën gjyqtari kryesor. Këto janë pamjet. Teksa po tentonte ta mbronte topin, Potoku ka hapur krahun. Në kontakti që i ka ardhur në fytyrë Isufit. Vlerësimi mund të bëhet nga secili. Teksa në kënde të ndryshme përsëritet ky moment. Por një gjë është i sigurt që Potoku nuk e vlerësoi mirë këtë situatë. Mund të kishte luajtur edhe më sigurt, duke larguar ndoshta topin në rivën anësore, pasi që Iliasi portieri nuk doli ta merrte topin. Ja dhe pamja e Çakës ishte me syt te ky duel. Në momentin e parë në fushë nuk u bind. Pastaj erdhi sinjalizimi nga vari. Ishim duke pritur diku 2 minuta e gjysmë vetëm në fushë. Nëse do të ftoj kryesori tani, gati 2 minuta dhe po analizohet ky moment në ekran. Ka krijuar opinionin e tij Dardan Çaka. Është kthyer në terren dhe penalti është. Minuta 30, 11 metësh për skuadrën e Dugaxhinit. Ka gabuar Arber Potoku. E pakujdesi e tij. Dhe tani është mundësia për të barazuar skuadra e Dugaxhinit.
Altin Mërlaku e kishte marrë topin që në start, kur pritej të ftoj në ekran gjyqtari, dhe tani është dueli i tij përballë portierit të Ballkanit, Artan Iliazi. Dëgjoj sinjalizimi i Çakës, niset Mërlaku. Goditja, ka pritur Iliazi. Ka kuptuar krahun portieri i Ballkanit, mbetet 1-0. E përsia e mysafirëve. Rast i shkëlqyeshëm i lëshuar nga Altin Mërlaku. E rishojmë edhe njerë. Goditja me djathën dhe Iliazi që arriti ta kapte topin, që në momentin e parë penaltia ishte krejtësisht korrekte, me njërën këmbë të paktën ishte në vi portieri i Ballkanit. Topi luajtur përpara nga Iliazi. Sunday Adetunji e kontrollon topin me Gjoks. Topi humbur pasaj nga Kueven. Basri në vështirësi është, topi humbur, mundësia tani mjaft e mirë për Ballkanin. Sunday brenda zonës. Sunday goditja 2-0. Minuta 32 është ai sërish, Sunday Adetunji. Si ndryshon një lojë futbolli, janë episodet që vendosin nga mundësia për qenë në 1-1. E humbi penaltin Mërlaku në minutën e 31. Një minutë më vonë, Sunday Adetunji shënon për 2-0. Topi humbur nga Elton Basri. Ishte në presionin e skuadrës së Ballkanit. Dhe më pasaj Sunday që finalizon. E shojmë edhe njerë golin. Nuk arriti të reagonte më mirë këtu Cyrus Margono. Asistimi nga Giovanni Ribeiro. E përsi të jetë e rëndësishme skuadrës së Ballkanit. Sulmuesi nigerian vazhdon ta bëj diferencën. Dardan Morina. Exon Sinani. Nga aspekti psikologjik duhet jetë mjaft e vështirë edhe kjo situatë për të rikuperuar. Shohim se sa e fortë është në këtë aspekt skuadra e Dugaxhinit. Mërlaku. Pasimi për Nezirin. Edhe njerë në qendër, Mërlaku. Brenda zonës, Mërlaku goditja me të majtën është blokuar. Geralb Smajli ishte ai që ndali gjuajtjen e Mërlakut. Duhet shpejt kjo këndore. Pevçeli për te Mërlaku. Isufi. Topi dhënë në qendër. Neziri provon të majtën, por është e pasakt. Dhe tjetë maksimalisht i dëshpruar Ismet Munishi. Skuadra ti ka qenë në vazhdimsi në kërkim të golit. Iniciativa e Dugaxhinit, por golat i ka bërë Ballkani. Morina. Fiton këtë rivanje me duar. Neziri. Pevçeli. Sinani ka gabuar në pasim. Exon Sinani.
10 minuta nga fundi kohës së rregullt në pjesën e parë. Minutat 4 dhe 32 kur Sunday Adetungji shënoi. 14 gola për të, tani afrohet në vetëm 1 gol me Vlan Zegës. Sinani. Nuk e mbriti atë top Hekuran Berisha. Luftë e madhe në mesfush. Kueven, pasimi për Tolaj, ne ka marrë topin për para. Blar Tolaj, provon të lirohet. I largohet Musia nga Neziri. Është në markimin e 2 kundërshtarëve Neziri. Ka dhënë duket një goditje edhe Kryeziut. Shohim vendimin e gjyqtarit nëse ka qenë për vetëm rivënia anësore apo ka goditje të lirë për Ballkanin. Ne shohim situatën këtu. Ngatrua Neziri, ishte pa qëllimt. Rivënia anësore për skuadrën Mysafire. Ja, dhe njerë momenti i golit. Basri që e humbet topin. Lëshimi i kapitenit. Dhe Sunday Adetungji që finalizon në këtë mënyrë. Përfundimisht është dhënë goditje lirë për Ballkanin. Në atë situatën e mëhershme nuk është rivënia anësore. Geralb Smajli është pranë topit. Kemi Smajlit. Kjo kthes nga Jashanica. Goditje mjaft e rrezikshme, por arrin të reagoj Sirus Margono. Afër golit të tretë Ballkani. Sërish në ndërprerje pranë topit Smajli. Arkimi ti Jashanica me kokë tenton. Përpiqet edhe Halili, mundësia tani për kundër sulmin e Dugaxhinit. Pevçeli. Topi dhënë në qendër, kjo ndërhyrje, shohim ka faul në sulm. E ka shkaktuar Mërlaku ndaj Potokut. Është mjaft i nervozuar Altin Mërlaku. Ka qenë mbrojtësi i Ballkanit që arriti i parit e topi. Artan Iljazi në plan të parë. Penaltia e tij e pritur në minutën e 31. E mbajti Ballkani në avantazh 1-0 dhe pak sekonda më vonë mbriti edhe goli i dytë për Mysafirët. Jashanica në krahun e djathtë, kërkohet Tolaj. Shkëputja e tij. Pastaj nga trohet Smajli. Berisha, Pevçeli. Isufi. Topi mirë për Victor Hugo, ka hapësirë ai nga krahi i djathtë. Pritet një arkim. E ka provuar Hugo. Kueven disi, pastaj topi kthyer në qendër, në fund Gentrit Halili me një ndërhyrje shumë të rëndësishme. Gabon skuadra Ballkanit, edhe një herë tjetër. Pevçeli rrëzohet, nuk ka faul. Ka lënë hapësira tani në mbrojtje skuadra Dugaxhinit. Luhet ky top në kërkim të Sunday Adetungjit. E mori topin përpara, por shumë fort e udhëhoqi, duke mos e pasur mundësinë më ta ketë në kontroll atë top. Sunday Adetungji. Morina. Sinani. Neziri me të parën tentoi të luante te Mërlaku. Pevçeli.
Pefçeli. Lojë kaotike nga skuadra e Dugaxhinit, topi humbur. Giovanni Ribeiro. Pasim që arrihet nga Kryeziu. Brenda zonës Arkimi i bllokohet nga Basri. Edhe një herë Almir Kryeziu. Arkimi lart në shtyllën e dytë, goditja me kokë Kueven. Largohet në fund nga Sinani. Pefçeli. Organizohet në sulm tani skuadra e Dugaxhinit. Morina është rrëzuar, por s'ka faul, megjithatë po. Desh pak të priste Çakës për të dhënë këtë goditje të lirë. Giovanni Ribeiro është mbajtur, është faul dhe kartoni verdh madje për Vitor Hugon. I pari kartoni verdh në ndeshje, minuta 42. Marrim në mesin e shënimeve. Kjo është mbajtja e Hugos. Ka një tjetër lëndim të skuadra e Ballkanit. Është Giovanni që ka këtë shqetësim. 2 minuta 3. Ballkani nuk ka fitore prej 4 ndeshjeve si mysafir në kampionat. 3 humbje dhe një barazim gjatë kësaj ecurie negative. Fitoria fundit e Ballkanit është regjistruar më 22 dhjetor, 0-2 ndaj Suarekës, brenda stadiumit ku i luan ndeshjet si Nikoqir. Në përgjithësi, forme dobët në udhim nga Ballkani gjatë këtij edicioni në Super League. Ka vetëm edhe një fitore tjetër kundër Feronikelit në nëntor. Bilanci kompletohet përveç këtyre 2 fitoreve edhe me 6 barazime dhe 5 disfata. Ka qenë pikërisht forma e dobët në ndeshjet si mysafir që e ka penalizuar skuadrën e Ballkanit për të mbetur prapa 13 pikë në garën për titullin kampion nga skuadra lidere Drita. Iliazi. Pasimi ndërpritet. Mërlaku. Topi dhe në zonë. Nuk e mbriti Isufi. Pikërisht në të u shkaktua penaltia nga Potoku. Sandej Adetunji e mban topin në loj, fillon këtë rivanje ansore. Luhen në sekondat e fundit të kohës së rregull brenda pjesës së parë. Të kemi besoj disa minuta shtesë për shkak të disa lëndimeve që ishin, por edhe pritjes të gjatë për tu konfirmuar penaltia në favorin e Dugaxhinit. Pefçeli. Rryla ka qenë në top nga Halili. Neziri rikuperon topin. Pefçeli.
Brenda zonës Merlaku, edhe njerë mërgim Pevçeli. Morina me arkimin në qendër, ka topin në duar Iliazi. Në 2 tentativa arriti ta kontrollonte, 4 minuta janë dhe në shtesë. Ka një problem edhe për Iliazin, shojmë çfarë ka ndodhur. Ndoshta vetëm ka humbur pak kohë. Tolaj nuk arriti ta ulte topin në zonën e Sandej Adetungjit. Ndërhyrja Sinanit, Morina me kokë Hekuran Berisha. Prapaj topi luajtur, Adetunxhi nuk arriti të përfitonte, pasrime një tjetër lëshim në mbrojtje, mundësia për Tolajn. Në qendër është Ilir, Kryeziu nuk u pasua topit mirë të ai. Mungesë koncentrime edhe një tjetër në mbrojtjen e Dugaxhinit. Për kësaj radhe nuk u ndëshkua. Në fokus Elton Basri. Ishte sërish ai që e humbi topin. Vetëm prezenca duket e Sandej Adetungjit për hap panik në mbrojtjen e Dugaxhinit. Është Syla me pasimin të Morina. Arkimi Morinos është devijuar, Jashanica ndërhyn. Sombrero nga Giovanni Ribeiro. Topi fitohet nga skuadra Dugaxhinit. Pasimi për Berishën. Nuk arriti ta merrte përpara të top Isufi. Tolaj ka dhuruar topin. Syla gjithnjë. Pasimi për Morinën. Goditja me të majtën është blokuar. Pevçeli. Është rrëzuar. Pevçeli nuk ka faul. Vazhdon ta mbaj topin. Neziri. Lëvizje mjaft e bukur ndaj Smajlit. Neziri, pasimi i shkurtërishte, por ja del ta fitoj edhe një herë topin. Faton Neziri. Basri. Arkimi me djathën. Ka dalur Iliazi e ka topin në duar. Minuta e fundit e kohës shtesë në këtë pjesë të parë. Smajli. Shojnë çfarë topi ka dhënë ai. Iliazi. Ismail Geci. Aksioni fundit ndoshta në pjesën e parë. Shumë hapësira. Tolaj i drejtohet zonës, pasimi në qendër. Sandej Adetunxhi. Goditja ka pritur Margono. Shumë afër golit të tretë skuadra e Ballkanit në fundin e pjesës së parë. Shumë e brisht skuadra Dugaxhinit në mbrojtje. Po lejon shumë hapësira. Ishte goditja nga Giovanni, e cila u prit nga Margono. Arkimi tani ka dalur Margono, e kontrollon topin dhe nuk kam kohë në pjesën. Pati disa mundësi skuadra e Ballkanit edhe të shënonte golin e tretë në fundin e pjesës së parë, një goditje e Giovannit.
U prit nga portieri Margono, por edhe një shans në minutën e 38 për Jashanicën ishte. Që nëse do të arrigjej kompaktësinë në mbrojtje skuadra e Dugagjinit. Iljazi. Sandeja Detunxhi priti një gabim të Basri, por kësaj radhe ishte i sigurt në ndërhyrje kapiteni i skuadrës së Dugagjinit. Të pikërisht lëshimi i tij që solli golin e dytë të Ballkanit. Markimi në drejtim të Hugos, e ka kthyer në qendër ai. Largohet nga Jashanica. Nuk ka faul. Giovanni rrëzohet. Goditje lirë për Ballkanin. Vendasit kërkuan një faul më herët. Edhe te golla e dytë se bën faul, s'ka lidhje, prefero sinjeri. Mos janë tërbishin alla ide. Mund ta dëgjoni. Edhe këtë diskutim të Ismet Munishit me gjyqtarin Çaka është mjaft i pakënaqur trajneri i Dugagjinit. Pevçeli. Top i rikuperuar Potoku. Tani Kryeziu. Ismail Geci. Ismaili për te Kueven. Tolaj. Shtërësuar, nuk ka faul. Nisë tani përpara skuadra e Dugagjinit. Është mirë nga krau i majt. Ky aksion topi dhënë në qendër tani Isufi. Hapësirën ja kanë lejuar Isufi, shmanget, krijon hapësirë goditja e plog është me djathën. Gjuhetja nga Dienit Isufi. Ja njerë këtu Samiri shpëtoi markimit të Jashanicës, por nuk pati forcën e duar. Ajo gjuhetje shansin në kraun tjetër dhe 3-0. Teksa po shihnim në përsëritje rastin që e pati Isufi, ka realizuar Tolaj. Minuta 49, 3-0 për Ballkanin. Një gol i rënd tani ky për shpresat e Dugagjinit për të evituar të paktën disfatën. Minuta e 49, Bleart Tolaj shënon. Top i dhëm për para. Tolaj në këtë duel me Basri. Gjuajtje me djathën shumë precize. Nuk pati mundësi për të reaguar. Margono. Shërëm nëse do të bëjnë do një zëvendësim trajneri i Dugagjinit Ismet Munishi. Pasi gjërat janë komplikuar maksimalisht. Hugo. Pevçeli. Rivanja me duar është për Dugagjinin. Victor Hugo. Ishte lojtari i vetëm i ndëshkuar me karton të verdh në pjesën e parë në minutën e 42. Jashanica, Potoku, e ka humbur topin, Victor Hugo. Isufi. Kuran Berisha ka kthyer sërish te Isufi, hapësira për Hugon, mund të provoj harkimin. Këtë gjë ka bër, i rrezikshëm ky top i hedhur në zonë. Isufi
Topi dytë është fituar nga Sinani. Vënua shumë, provon të hap lojën në krahun e djathtë. Hugo. Pefçeli. Topi dhe në zonë. Edhe njerë kërkohet Pefçeli, por ka ndërhyrë Kueven. Ndërhyrë e rëndësishme ishte kjo nga Basri. Morina. Isufi. Pefçeli, edhe njerë për te Isufi. Në shtyllën e dytë ai top kalon Neziri. Provoni vetëm Neziri. Sinani. Topi dhe në qender. Ilir Sylla. Lëvizje mjaft e mirë ndaj Gjovanit. Sylla nuk e arriti ta mbyllë atë kombinim me Hekuran Berishën. Kundër sulmi Ballkanit. Është i shpejt Kryeziu. Ka mbritur ai te topi. Fiton këtë rivënie anësore, nuk e arriti pasimin te Sunday. Ishte ndërhyrja e Elton Basri. Potoku. E humbi topin, Vitor Hugo. U pengua disi nga bashkëritari i tij Hekuran Berisha. Gentrit Halili. Smajli. Edhe njerë tjetër Halili. Bajrami Ashanica. Kueven rrezikoi paksa. Provon të ullë ritmin e sfidës skuadra Ballkanit pas kësaj e përsie të thellë. Ismail Geci. Bukur kombinimi me Halilin, pasimi për Sunday nuk kaloi, por edhe nëse do të shkonte ai pasim, kam përshtypjen se Sunday ishte në offside. Vitor Hugo. Topi dhënë nga Bim. Marcel Ismail Geci, kërkohet Sunday, Adetunxhi nuk ka dalur portieri, Adetunxhi, kalimi, goditja në shtyll. Kishte offside. Ky mund shërbej si një fakt ngushëllyes për Sunday Adetunxhin pasi e pati mundësinë për të kompletuar hat-trickun në minutën e 54. Do ta shohim, besoj, në momentin e parë nëse ishte në offside apo jo Sunday në atë top të dhënë nga Ismail Geci. Sunday, edhe njerë tjetër shumë vështirësi për mbrojtjen e Dugaxhinit. Sjell sulmuesi nigerian. Ilir Sylla. Ja njerë. Ky ka qenë pozicionimi i Sunday në momentin kur goditi shtyllën në këtë duel me portierin Margono. Mërlaku brenda zonës. Ai top që deviohet dhe përfundon në duart e Iliazit. Prapa pasimi i dhënë nga Smajli. Jashanica. Giovanni Ribeiro. Granit Elezaj dhe Erlis Gjemajli përgatiten për të inkuadruar në lojë të skuadra e Dugaxhinit. Mërlaku. Pasimi mirë brenda zonës, në fund kjo ndërhyrje e Kryeziut për ta larguar në korner, për të mos lejuar që ai top të shkonte te Vitor Hugo.
Largohet Dardan Morina. Në vendin e tij Erlis Gjemajli. Largohet edhe Vitor Hugo për Granit Elezajn. Kam britur kjo arkim jashtë zone. Goditja me djathën e provuar nga Gjemajli, sa po inkuadruar. Rasti në krahun tjetër Kueven është blokuar. Margono. Tjetër topi humbur nga skuadra e Dugaxhinit. Tolaj, mundësia për golin e 4 në qendër Sandej Adetunxhi. Tolaj! As nuk pasoi si duhet dhe as goditja nuk ishte e mirë. Rast i lëshuar nga skuadra e Ballkanit për golin e 4. Topi ishte në lëvizje, nuk mund të rinis loja. E rishojmë shansin që e pati skuadra e Ballkanit. Bleart Tolaj. Pozita është e rregullt. Pasimi në qendër. Ndërpritet, tentoi atë shërbim Ilir Syla. Isufi. Isufi vetëm vazhdon me topin brenda zonës. Nuk arriti ta linte pasimin final te Hekuran Berisha. Ka dëmtim për Geralb Smajlin të skuadra e Ballkanit. Dugaxhini ka një seri fantastike në 5 ndeshjet e fundit në shtëpi, duke arritur 3 fitore dhe 2 barazime gjatë kësaj periudhe. 6 gola të shënuar dhe vetëm 2 të pësuar ishin për skuadrën e Ismet Munishit gjatë 5 ndeshjeve të fundit në shtëpi. Sot pësoi më shumë se sa 5 takimet e kaluara në stadiumin 18 qershorin në Klin. Humbja e fundit e Dugaxhinit në shtëpi daton më 1 dhjetor të vitit kaluar, në poshtë ai 0-1 ndaj Prishtinës. Duke që pas më shumë se 4 muajsh Dugaxhini rrezikon të pësoj humbjen e parë në shtëpi. Kryeziu. Ka humbur topin Almir Kryeziu. Në hapësira të ngushta këto kombinime të sakta nga lojtarët e Dugaxhinit. Neziri, Toli disi topi me fat. Shohim tani këtë mundësi për Dugaxhinin, pasimi shumë i butë. Kryeziu. Pevçeli. Vizje mirë kjo gjuajtje, është pritur nga Iliazi. Goditja e provuar nga Granit Elezaj. Shohim mjaft mirë lëvizje mes 2 kundërshtarësh, djatha e tij u prit nga portieri Iliazi.
Jashanica. Topi që kontrollohet nga Sinani. Syla. Pevçeli, bukur, Berisha. Topi devijohet, Xhemajli brenda zonës, Elezaj. E ka thyrë në qendër, intervenon mbrojtja e Ballkanit. Sunday Adetunji kërkohet në krahun tjetër, është 1-1 dueli me Basri. Po mbrin edhe Giovanni, Sunday goditja. Nuk ishte zgjedhja dur këtu. 2 alternativa patit për të pasuar. Tetolaj dhe Giovanni Ribeiro. U tregua egoist Sunday Adetunji. Syla. Isufi. E Kuran Berisha mbron mirë topin. Erlis Xhemajli. Pevçeli për te Elezaj. Mbështet sulmin edhe Neziri. Elezaj me t'jashtëmën, ky topi dhe në zonë, largohet nga Getntrit. Halili. Topi është ende në lojë, e ka mbajtur Sunday. Kueven. Giovanni. Qarkullon topin skuadra e Ballkanit. Edhe tun Bardhoku bëhet gati për të inkuadruar në lojtë e Dugagjini. Halili i erdhi në ndim Smajli. Ka bon Smajli, por pastaj nuk e pati kontrollin e mirë të topit edhe Ilir Syla. Sinani. Pasimi është për Elezajn, por disi fort. Ndërhyn Halili, do tjetë korner. Tani është momenti për të bërë zëvendësimi. Largohet Ekson Sinani në vendin e tij Tun Bardhoku. Minuta 64. Zëvendësimi i tretë që bën Ismet Munishi. Arkimi nga Pevçeli, largohet nga Jashanica. Xhemajli. Neziri. Nga lojtarët me performancët më të mirë në këtë pasditet e skuadra e Dugagjinit. Bardhoku. Basri në krahun e majt. Largohet topi nga Smajli. Sunday Adetunji. Është i vetëm për para. Mbron mirë topin. Kueven. Ismail Geci, Sunday. Është faulluar. Ndërhyra ka qenë Ilir Sylës. Kështë përplasja me Sylën. Ismail Geci. Kueven dërgon topin te Kryeziu, lirua edhe njerë Kueven brenda zonës. Kueven gjithnjë, i mbyllet hapësira në qendër. Sunday mundësia tani Tolaj 4-0. Minuta 65. Shënon sërish Ballkani. Do pjetë edhe për Bleart Tolaj, njësoj sigurse për Sunday Adetunjin që shënon të 2 gola në pjesën e parë. Tolaj 2 golat i shënon në pjesën e dytë. Rishojmë edhe njerë golin. Finalizimi i Tolajt.
Kryeziu dhe Kueven po kombinonin me njëri tjetërin, ishte Kueven që e ktheu topin në qendër. Sunday Adetungji nuk mbriti, por Tolaj në shtyllën e dytë arriti të shënonte për 4-0. Një situat mjaft e hidhur për skuadrën e Dugagjinit do t'jetë kjo. Shumë këtë dalje nga kraji majt të Dugagjinit, është goditje lirë për vendasit. Përgatiten tani zëvendësimet të skuadra e Ballkanit. Merlind Kodra dhe Enis Abedini në fush, po ashtu edhe Valid Hamidi. Almir Kryeziu ka bërë vend për Enis Abedinin. Po ashtu edhe Astrid Thaçi do t'jetë në fush. Befi! Altin! Altin! Largohet Smiley në vendin e tij Kodra. Ndryshime edhe të skuadra e Dugagjinit. Etienne Tare, djali i legjendës të futbollit shqiptar Igli Tare, bashkë me të edhe Ebrima Xhata në fush. Shëngtar Kim që largohet nga Sunday. Ditja me djathë ka përfunduar jashtë. Mërlaku dhe Pevçeli janë larguar. Xhata dhe Tare në vendin e tyre. Parkimi që devijohet, ka dalur Iliazi e kontrollon topin. Potoku ndërpritet ai pasim. Gabon Isufi. Doja ndalet. Është faul për Dugagjinin. Smiley, Tolaj dhe Giovanni janë larguar. Vendin e tyre Hamidi, Thaçi dhe Kodra. Elezaj. Pasimit e Neziri. Gjemaili. Bardhoku. Ebrima Xhata. Njerë tun Bardhoku. Isufi për te Xhata. Arkimi me djathën i mirë është. Topi mbetur aty, e ka topin në duar Iliazi.
Ishte një rëmuj në zonën e 5 metrave. Sërish nuk ka dalë portieri, çfarë gafe nga Margono, vetëm po shikonte. Teksa i dha këtë mundësi Sunday Adetungjit. Nuk ka pasur reagimin e dur portieri Cyrus Margono. Ndërkohë ky është goli i 4 i Ballkanit, i shënuar nga Tolaj. Por edhe reagimi më hershëm mjaft i dobët i Margonos ishte mirë për të parë në atë shans që pati Sunday Adetungji. Nuk ja doli të kompletonte hat-trickun sulmuesi i Ballkanit. Loja është ndalur, ka një rishikim, të shohim për çfarë arsye për atë aksionin më hershëm të Dugagjinit. Këtu harkimi gjatas dhe nëse ka pasur prekje me dorë apo jo të Gentrit Halilit. Kjo është duke u kontrolluar. Nga kënde të ndryshme në përsëritje. Edhe në pjesën e parë patëm një komunikim të kryesorit Çaka me dy gjyqtarët në varë, Ibër Demaj dhe Berisha. Penaltia u dha në minutën e 31 për Dugagjinin, por që pasaj e humbi Mërlaku. Nëse do të kemi penaltin e dytë për Dugagjinin, po, është ftuar Çaka në ekran. Në varë kam parë atë prekje me dorë të Halilit. Të shohim se si do e vlerësoj edhe Çaka. Ka dhe një tërheqje të fanellës nga Etienne Tare ndaj Halilit. Në dorën e majti është përplasur topi, ka parë pamje, Çaka është kthyer në terren dhe ka faull. Pikërisht këtë e ka parë Çaka, një tërheqje fanelle të Tares. Është goditje lirë për Ballkanin. Bravo Tardan, bravo Tardan. Të vi luajtur për para. Margono kësaj radhe është më reaktiv. La portën e tij. Bardhoku. Ka rëshqitur Isufi, dhe më pasaj ndoshta i është shkelur dora. Shohim edhe njerë këtu duelin. Ishte e paqëllimt nga Enis Abedini. Gjemajli. Isufi. Elezaj. Markimi i tij është bllokuar. Do të ketë korner për Dugagjinin. Do të provoj harkimin Dienit Isufi. Shtyllën e parë ky harkim. Tjetër korner do tjetë për skuadrën e Dugagjinit.
Dhe zëvendësimi i fundit që kryet të skuadra e Ballkanit, largohet Sandej Adetunxhi, në vendin e tij do të jetë Bernard Karrica. Nuk largohet mirë topi, Berisha. Në vizim mjaft e bukur kjo, Julo topi. Largohet nga Abedini. Tjetër arkim në zonë, Zhata me kokë, dobët. Kërkonte me ngulm golin e tretë Adetunxhi. Për të kompletuar e trigon, kjo është goli i parë i tij në minutën e 4. Teksa shënoi sërish në minutën e 32. Abedini. Nuk arriti Hamidi. Tani sërish lë hapësira skuadra Dugaxhinit në mbrojtje. Walid Hamidi, goditja është pritur nga Margono. Elezaj. I vetëm provon Elezaj, është larguar topi për mundësia është për Berishën, gjuajtja e tij është ndalur nga Artan Iliazi. Dy raste të mira për të dyja skuadrat në këto dy aksione të fundit. Walid Hamidi dhe Berisha me rastet. Gjemajli, Zhata. Vizja parë ishte e mirë, pastaj e humbi topin. Ka rrezikuar Ismail Geci, topin e humbet. Zhata, harkimi i pa arritshëm. Do t'jetë mjaft i kënaqur trajneri i Ballkanit Orges Shehi me paraqitjen e sotme. Ka pasur të tjerë mundësi, të tjera shanse skuadra e Ballkanit për ta bërë edhe më të thellë këtë rezultat. Paraqitje mjaft befasuese. Në aspektin negativ kjo e Dugaxhinit, pasi po vinte nga një moment shumë i mirë, sidomos në shtëpi. Por sot është parë shthurur totalisht skuadra e Ismet Munishit. Ja ku vjen një tjetër lëshim. Ishte në Tun Bardhogu që pasoi gabimisht. Zhata. Është evidentuar një faul. Është ndërhyrja ndaj Isufit. Syla për të portieri Margono. Basri. Dhe njerë Ilir Syla. Bukur arriti të kalon të topin nga Ismail Geci, por pastaj e humbi. Karrica. Thaçi, Abedini, tani Kueven. Pasimi ka kaluar, mundësia.
Në qendër ky top i kthyer, gabim nga Mirlind Kodra. Krom tjetër sulmi i Dugaxhinit. Elezaj. Kalimi perfekt. Elezaj në qendër ai top. Është Potoku që ndërhyn. Ismail Geci nuk mbrin. Një zinxhir gabimesh nga të dyja skuadrat në pasime fare të thjeshta. Korner është për Dugaxhinin. Isufi pranë topit, mbrin arkimi i tij. Ka dalur Iliazi, grushton topin. Gjyqtari që e ndalojnë për të parë situatën e dy lojtarëve të përfshirë në këtë duel, Zhata dhe Iliazi. E rishojmë këtu daljen e portierit të Ballkanit. Pastaj përplasja me Zhatan, sulmuesi nga Gambia. Dugaxhini Giron e ardhshme do të ketë një ndeshje tejet vendimtare përballë Suarekës. E dy skuadra që aktualisht ndahen në vetëm 3 pikë. Por Suareka ende nuk e ka zhvilluar takimin e kësaj jave që do ta ketë përballë Prishtinës në shtëpi. Në të njëjtën kohë po zhvillohet edhe një duel tjetër, ai mes Ferro Nikelit dhe Ferizajt, është skuadra Ferizaj që po fiton 1-0 në udhëtim. Një fitore shumë e rëndësishme e Ferizajt që do e ngjit në kuotën e 38 pikëve këtë skuadër, që do të distancojë me 6 pikë nga zona e barazhit, nga Suareka e pozitës së 8. Kërkon të sigurojë ekzistencën skuadra e Arsim Abazit. Luftë e fortë do të jetë deri në fundin e këtij edicioni. Ferro Nikelin që veç se tani më do të jetë pjesë e ligës së parë sezonin e ardhshëm, vetëm 14 pikë, vendi i fundit. Nga Llapi i vendit të 9 deri te Ferizaj i vendit të 5, madje edhe Gjilani që ka të njëjtën kuotë pikësh të ndodhura në këtë garë. Hamidi. Ka pasur offside. Ballkani në xhiron e ardhshme do të pres skuadrën e Gjilanit. Drita ka një ndeshje të vështirë gjatë këtij vikendi përballë Malishevës së vendit të tretë. Aktualisht e ka zbritur në 10 pikë diferencën me vendin e parë, skuadra e Orges Shehit. Potoku. Pesë minutat e fundit të kohës së rregullt.
Neziri. Isufi. Bardhoku. Zhata. Lëvizje mire ti. Harkimi tani. Është larguar rreziku nga zona. Neziri. Elezaj. Harkimi Granit Elezaj mjaft i mirë. Në fund i largohet shansi e Kuran Berishës. Dhe njëre ka topin Berisha. Sërish vjen intervenimi mbrojtjes së Ballkanit. Drejt fitores së tretë sezonale Ballkani ndaj Dugaxhinit në kampionat. 3 fitore dhe 1 barazim. Ky është kalendari i Dugaxhinit në 4 ndeshjet e ardhshme: Suareka, Gjilani, Feronikeli dhe Malisheva. Të ketë 2 ndeshje shumë të rëndësishme në shtëpi përballë Suarekës dhe Feronikelit. Duhen fituar, ndërkohë kalendari i Ballkanit: Gjilani, Feronikeli, Malisheva dhe Prishtina. Në shtëpi Gjilani dhe Malisheva, jashtë Feronikeli dhe Prishtina. Ja dhe renditja në kohë reale. Dhe kësa shojmë këta arkim për Taren. Mundësia, Berisha është rëzuar. Nuk ka asgjë. Ismail Geci. Hamidi e ka humbur topin. Faul është. Goditje lirë për Dugaxhinin, minuta 88. Fauli shkaktuar nga Merlind Kodra. Elezaj me këta arkim. Topi mbetur në zonë. Zhata. Syla. Bardhoku edhe njerë për te Syla. Zhata. Vizje mirë ndaj Potokut. Zhata një tjetër driblim brenda zonës. I largohet topi në fund. Ballkani vendi dytë 50 pikë. Skuadra Dugaxhinit në vendin e 7 me 35 pikë, por me rrezikun që Suareka e Llapi të i afrohen. Llapi do të ketë ndeshjen kundër Gjilanit në udhtim. Sfidë vështira ajo për skuadrën e Tahir Batatinës, por që ka motivin e dur pas fitores së djeshme 2-0 ndaj Drenicës në gjysmëfinalet e Kupës së Kosovës. Ndërkohë Suareka përballet me Prishtinën. Shansi për golin e 5, goditja! Në minutën e 90 ja del shënoi skuadra Ballkanit, por nuk vlen goli për shkak të pozitës jashtë loje. Ka nisur shpejt lojën skuadra Dugaxhinit, por duhet pritur për të konfirmuar ky vendim. Bernard Karrica arriti të shënonte dhe kam përshtypjen që goli do të vlej. Ishte më tan vijës, nuk ka offside. Shojmë, mungoj agresiviteti i dur këtu. Dhe ja ku konfirmohet goli është i rregullt 5-0.
Bernard Karrica i ardhur në fushë në minutën e 76 në vendin e Sunday Adetungjit. 2 minuta janë dhënë shtesë në fundin e takimit. Shohim pozicionimin e Karricës. Disfat e thellë për skuadrën e Ismet Munishit në shtëpi përballë Ballkanit 5-0. Bardhoku. Elezaj. Ndalet avancimi i tij. Neziri. Arkimi tani është larguar nga Halili, evitohet edhe këndorja në vijim. Dhe lëshim në mbrojtje nga skuadra Ballkanit. Tjetër mundësi për Dugaxhinin të shënohet goli i ngushëllimit, por s'ka korner. Prekja fundit ka qenë e Elezajt. Do ta dërgoj në 4 ndeshje serim pa humbje skuadra Ballkanit. Ndërkohë Dugaxhini mposhtet në shtëpi pas 5 ndeshjeve pa humbje, 3 fitore dhe 2 barazime gjatë kësaj